Rreshtet e Dëborës vijojnë me intensitet të shtuar në veri dhe juglindje të vendit. Në Dibër temperaturat nën zero kanë shkaktuar probleme kryesisht në qarkullim. Rruga rurale Peshkopi-Lur është e paqarkullueshme nga bora dhe lëvizja bëhet nga rrsheni. Ndërkohë janë akoma të bllokuara disa rrugë të brendshme fshatrash në qendrën administrative e Silisht, Lur, Kala e Dodës, Zalldar dhe Tomin. Në Bulqiz gjithashtu vijën të mbetet e bllokuar rruga mes qytetit të vjetër dhe qytetit të ri, ndërsa janë të bllokuara edhe rrugët e fshatrave me qendrat administrative në njësitë Trebisht, Ostren dhe Martanesh. Akset e rrugëve nacionale janë të kalueshme përveç segmentit Ura e Çerenecit Steblev, që është thuajse i pakalueshëm. Ndërkohë në akset e rrugës së Arbrit, Qafbull, Kras dhe Peshkopi-Vasie nga mjetet, lëvizja bëhet vetëm me goma dimërore. Në Shkodër të gjitha akset rrugore janë të kalueshme, por drejtuesit duhet të jenë të pajisur me goma dimërore dhe zinxhir. Në Bokë qafthore Thedh, firmat kontraktore kanë ndërhyrë për pastrimin e këtij aksi, pasi në zonat të caktuara dëbora arrin në 1.5 metra. Edhe në Tamar Vermosh është kryer pastrimi dhe kryposja, pasi ngritëset kanë vështirësuar qarkullimin në orët e para të mëngjesit. Rreshtet e Dëborës dhe kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë sjellë problematika edhe në disa zona të qarkut Korç, kryesisht në formën e rrëshqitjeve të dherave dhe bllokimeve të rrugëve. Në Bashkim Pogradec, problematika kryesore mbeten në rrëshqitjet e dherave. Gjatë ditës së dieshme, inxhinierët e shërbimit gjeologjik kanë inspektuar zonat problematike. Aksi Ersekli-Skovik ndërkohë është i hapur dhe i kryposur. Edhe në Elbasan, temperaturat kanë zbritur në -10 gradë Celsius në zonat malore dhe si pasojë në aksin nacional Elbasan-Qaftan ka pasur rreshte dëbore dhe po punohet vazhdimisht për të shmangur bllokimin e rrugës.